Agjencia e Kombëtare Ujësiellës Kanalizime prezantoi në Bashkinë e Vaudevës projektin me vlerë 1.8 milion euro për ndërtimin e ujësiellësit që do të furnizojë me ujë të pishëm zonat e Paqëramit, Pistullit dhe Spatharit. Në një takim me banorët e këtyre fshatrave, drejtori i përgjithshëm i ujësiellësit, Flauers Shoshi, prezantoi këtë projekt të rëndësishëm. Zona e Spatharit ka pas dikur një sistem ujësiellësit, po për shkak të ndërtimit të hidrocentralit u zu godina dhe doli çatëherë jashtë funksionimit. Hapjen e 2 poshtëpimeve në Pistull për efekt edhe të sasisë ujë, se Paqërami e dim që ka një sistem pompimi, por që nuk ka ujin e duhur. Vendosin e një rezervari 400 metër kub të depoja ose të reparti ushtarak ku ka qenë. Objekti ka që çdo shtëpi do të shkojnë maci, uji dhe rehabilitimin, se di që e keni marrë, ka rehabilitimin e të gjithë rrugëve dhe rikthtimin në gjendje fillestare. Po kështu është edhe Spathari. Kryetari i Bashkisë Vaudevës Kristian Shkreli falenderoi kreun e Agjencisë Ujësiellësit për këtë investim të nevojshëm për banorët e këtyre zonave. Rrallë parë do më falenderoj sepse është iniciativa e tij dhe ka bërë maksimumin që ky projekt i ujësiellësit të Paqëramit dhe të Pistullit të bëhet realitet dhe siç e dini kanë filluar punimet dhe po bëhet një punë shumë e mirë. Gjatë prezantimit të projektit në Bashkinë e Vaudevës, banorët e Paqëramit, Pistullit dhe Spatharit dhanë mbështetjen e tyre për këtë investim jetik për ta që presin tashmë prej kohësh.